Lajmi I ditës është që ne kemi futur një lop në presidencë. Që? Kemi fut një lop në Jo, presidencë. tani, nuk të ta bështë. Jo. Mos nësi lamën këtu të sjell lek, nuk ka lek Ndrimek si tani të paguaj amën. Atër le ta paguaj 2 fish gjobën, kemi fut një lop në presidencë, që edhe Haxhi Lleshi do e kishte zili, po të qoj nga varri, thoshte si kam shërbyer unë Enver Hoxhës me kaq pasion. Kodi penal, se do hynë në Burgaj. Kodi penal të ju një Burg, zotri. I riu. Po, shikyrë tuaj që nuk është votuar. Dhe kemi futur një lop në Mirë. Ti në sjell amën këtu tani të vi me Ndrimek, më thënë mua marrë si nesër, më thotë mua ka ardhur ky dokument, po më ka thirrë disa herë tani të Mos ma ngrit topin. Vazhdo. Jepja gjobën atij dhe sa. Vazhdo. Mos ma ngrit topin. Gjobën e ke vetë. Sa për tjeni? Jo. Dhe kush është problemi? E tha dhe avokati këtu që kjo gjë nuk bëj, dhe cilin jurist kam kontaktuar unë mbi 10, pa interesuar më kanë thënë të njëjtën gjë. Që kjo nuk është e pa imagjinueshme, pa mendueshme, e pa perceptueshme, thuj çfarë dush. Dhe këtë nuk po e diskutoj se kjo nuk ka diskutim. Unë po diskutoj anën politike. Kush është ana politike? Edhe gjykatë kushtetuese, po edhe një ashankuar Veliaj, nuk anullohen zgjedhjet që ditën që ka vendosur Edi Rama, ore, harroheni. Pra, zgjedhjet parakoshme në Tiranë do bëheshin. Nuk e shkallmon njeri vendimin që ka marrë Edi Rama. Po ky ditëziu, që I quan veten kryetar shteti, sheqer. Sheqeri u shkrije, kupton? U bë shurup trëndafili. Ky sheqeri kishte një gjë në dorë. Thjesht respekton të veten, zgjedhje do I bëni, thoshte, po unë të paktën, po pres një vendim gjykate, që duke ju shërbyer, të ruaj pak dhe faqen time të bajgos. Edi Rama, çdo hap që ka hedhur, është në të drejtë Zotit. Pra, Edi Rama si kryetari Partisë Socialiste që kërkoi shkarkimin, dhe që firmosi Këshillin Bashkiak është drejtë Zotit. Pra, formalisht Ramës tu nuk ketë që thua asnjë gjë. Këtu sheqeri I bër ujë ndodhet në presidencë. Ti kërkon që të gjitha problemet që ka Shqipëria, 35 vjet, gjithë Bajram Bega që ka ardhur dje këtu. Merë Bajramin dhe Jo, më të marrin të gëzoj lekët e pronave të ushtrisë është në rregull ai, nuk ka rëndësi. Spresun as ti rregulloj Veliaj, as ti rregulloj Spiropali, as njeri. Unë po them, ku është pika ku është kryer krimi?